4 ditë pas tragjedisë në një minier kromi në zonën e Qaf Borrelit, ende nuk është gjetur trupi 29 vjeçarit Ardit Beshiri. I riu humbi jetën teksa punonte në një fadron për sistemimin e masave minerale, kur një rëshqitje rënd inertesh dhe kromi e zuri poshtë. Kërkimet për nxjerrjen e trupit të tij kanë hyrë në ditën e tretë, por mbeten pa rezultat për shkak të vëllimit të madh të materialit të shembur. Pjesë e kërkimeve të pandërprera është dhe babai i tij, Nerimi, i cili me lot në sy u bën apel autoriteteve që të shtojnë forcat në terren. Dua të nxjerr djalin tim, nuk i pa e marrë shprehjet ai i rënuar nga dhimbja, ndërsa qëndron çdo ditë pranë vendit ku i mbiri humbi jetën. Ngjarja ka sjell pasoja penale për drejtuesit e kompanisë kineze që administron fabrikën e pasurimit të kromit ku ndodhi dhe aksidenti. Drejtuesi teknik i firmës është arrestuar me akuzën e shkeljes së rregullave të sigurimit teknik në punë. Prokuroria ka nisur një hetim të plot për të verifikuar nëse ishin respektuar standardet e sigurisë në vendin e punës dhe nëse rëshqitja e ndodhur mund të ishte e parandaluar. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje edhe një herë kushtet e rënda në të cilën punojnë minatorët dhe mungesën e masave mbrojtëse, veçanërisht në zonat e të thella me aktivitet të lartë industrial. Organizata e të drejtave të punëtorëve kërkojnë ndërhyrje urgjente në institucionet për të garantuar jetën e punonjësve që shpesh rrezikojnë për bukën e gojës.